Kolanës së botimeve kushtuar ndër mjedës, të realizuara nga studiusi Mentor Quku, i është shtuar së fundmi një tjetër vëllim, i cili fokusohet në poezinë e poetit të madh shqiptar. Kjo vepër u realizua me iniciativën e Valbona Quku Lisha, vajza e të ndjerit Mentor Quku, si një vazhdimsi e punës së palodhur të studiuesit në ndriçimin dhe promovimin e krijimtarisë së mjedës. Ky ka qenë një libër i ideum për Mentor Qukut, edhe në mungesën e tij, atëherë mas disa vjetëve, unë vendosa me marrë guximin për me e prunjet. Me që edhe unë kisha gjitha lidhjet e mentorit, të gjitha miqt, kolekt, e gjitha se pa këto njerëz nuk do ta kisha bakur. Vepra Mjeda Poezia përmbledh studime, analiza dhe qëndrime mbi poezinë ndërmjedës nga disa prej emrave më të njohur të letrave shqipe. Ky botim vlerësohet si një kontribut i çmuar në kulturën dhe letërsinë shqiptare. Kjo përmbledhje ka firma të personaliteteve të Shqipërisë dhe të Kosovës, si Recep Qosja, Sabri Amiti, Beksat Baliu që ka bërë parathanjen, Visar Zhiti, Gjait Bushati, Andreas Dushi ndërmatrit, Albi Brahusha, një pas, edhe unë vetë jam pjesë modeste e kësaj përmbledhje analizash për mjetën. Promovimi i këtij vëllimi dhe i gjithë kolanës kushtuar mjedës u mbajt në bibliotekën Marin Barleti në Shkodër pikërisht në 7 mars, një ditë me simbolik të veçantë për arsimin shqiptar. Kjo zgjedhje nuk ishte rastësishme pasi Mentor Quku ishte një nga mësuesit e shquar shkodran, i cili ka lënë gjurmë të rëndësishme në fushën e studimeve mbi mjedën dhe letërsinë shqipe.